ekonominë në këtë rast? Unë po du me besu që po fokusohem të Ministri Jakgjiu, vetë titulli Ministria Digitalizimit. Unë mendoj që është një ndër mënyra më mirë për me shpëtu këtë vend, nëse mendojmë me shku paralel edhe mjë përgjegjë sfidave të zhvillimit, mos ta quaj gjithë bashkë ndërkombëtar, sepse sot në shumicën e vendeve po punohet në integrimin e sa më shumë sistemeve elektronike përmes inteligjencës artificiale, qoftë në mënyrën se si administrohet shteti ose administratat publike, edhe nëse ne dojmë gradualisht, pa dash me shkaktu rastet sociale, po nëse ne dojmë gradualisht ta zbusim barrën e buxhetit përmes skemave që janë aktuale, qeveria duhet me punu në drejtim të zvoglimit të administratës, gjithmonë duke përdorur metoda më të avancume. Unë po e marr vetëm një shembull, dhe pse nuk i kam dhënat më të freskëta, po për një periudhë 10 vjeçare, numri nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme është zvoglu diku për më shumë se 25%. Kurse sipas të njëjtat dhanave, numri i arsimtarëve nuk është zvoglu fare, ndoshta edhe është rrit. Njësoj është edhe i shkollave. Dhe tani, nëse mendojmë na dikur se është shpëtimtare ose shpëtuese për banorët e një fshati të humbur, dikon me mbajt shkollën, si thuhet një fjalë me zor, edhe me 2 nxënësa, dini që ajo nuk shkon në favor të askujt, as të vetë nxënësit, as të punëtorëve, as të shtetit. Dhe duhet me pas guxim me marrë reforma, që muj me marrë si shembull ish kryetarën e komunës Kamenisit, që në Kastratin, pa të fillu një reformë tillë ku shkojnë në mbylljen e atyre shkollave ku kishte mungesë. Pa i humbi zgjedhjet sepse ishte jo popullore, por them drejtën aty do të shkojmë në herët e vonë, sepse nëse dojmë me bë reformë, edhe nëse dojmë me pa zhvillimin e këtij vendi, unë mendoj se arsimi është kyç. Ne mund të flasim për gjithë këto resore, por nëse ne nuk kemi një arsimim cilësor, ne kemi pas gjatë tërë kohën gojen plot me ato se ne kemi një rini të shëndosh, edhe ne jemi vend atraktiv për investimet huaja se njerëzit mund të vinë këtu se ka tri. Unë ju them se ato nuk qëndrojnë më, se edhe rini, ajo që ka qenë po ikën në numra të mëdha jashtë vendit, po dhe nuk është e kualifikuar ashtu si ne kemi qef me besojmë. Duhet kjo qeveri të jap fokus më të madh sistemit arsimor, po e lidhë me ato që thash te Ministria Digitalizimit, edhe me arrit mi kap trendet, me pas se si mundemi ne të bëmi vend ma konkurus me këtë fuqi punëtore që kemi duke identifiku cilat janë fushat e nevojshme. Jo për shembull, sikur me vite, ne kemi ditë të gjithë se mbajmë fakultete ose universitete, qoftë publike, qoftë private, me drejtime të caktuara studimesh të cilat fare s'ka pas nevojë në treg të punës. Por ne kemi vazhdu t'i mbajmë ato. Qoftë për hatër dikujt për arsye të votave, ose qoftë dikujt sepse ashtu ka menduar se është më smirit me ble paqen sociale. Por nëse kombinohet edhe një herë kjo është për mua një shembull i mirë krijimi i kësaj ministrie me reforma të mira në arsimim, atëherë ne mundemi të shohim një perspektivë më të mirë. Çfarë kërkesë keni për